Top 5 këngët e mia të preferume deri tash këtë vit. Numër 5, Renesanca featuring Buta, dy telefona. Shumë hard kjo. Renesanca u konë të build për një kohë gjatë larg mainstreamit, kështu që për njerëzit që janë konë në rrjedha me zhvillimet muzikë, që ngojnë muzikë për te emrave të mëqëm, ka sens perfekt ky bashkëpunim. Edhe Buta këtu me flow të pills popin, po ja jep hakun, 3 herë në ditë ndrona në xhep, i kam 2 telefona. Numër 4, Devça Mac and Cheese. Nuk besoj, edhe pse qëre, dora në zemër që kjo është publiku në 2024 të në 10 orë, po s'kom pas qare pa shtin që t'list. Nuk besoj që është nejkush në publik që e ka ngu ma shumë se one që t'kong. As vet Devça, t'garantoj, sigurisht këto rol të madh lun eksperimentimi i tij me hip-hop jo melodik, po t'u pështy me një beat boom bap, lafet janë shumë hard, se kena një Devçën asnjëherën që t'frekuent. Doni me shku me ngu për me kuptu për çfarë kam fjalën, për të lëshoj një 2 minuta. Numër 3, prap vjen Devça personal konga. Devça e ka topirat me personal definitivisht, që e ka lansu në shkurt këti viti. Gjujta flake djegi ty, pse e more personal. E myt, biti o fire, vizualsat janë fire, sondi është briljant, lafet janë top notch. Shkoni ngojeni edhe vetë, problem që keni me një nejsen këtë vit që ka gjus ma shumë. Numër 2, Ago on Go featuring Lumi B edhe Buta. Ago është definitivisht raperi jam i preferum, normalisht s'ka qysh mos me qenë që t'list. Problemin më të madh me të e kum pas me etik të punës, shumë sporadik ka qenë me projekte, për ndryshe në ditën e tij Ago është i pakrahasueshëm, e ka një fanbase kogja lojale, nuk është glamuroze edhe që gjeneron views jo real, mirë po nuk menoj që dikush prej reperave aktiv në skenë ka ma shumë shije, edhe gjës, edhe vesh, edhe sound se Ago. On Go është shumë hard njerëz, biti, bars edhe soundi janë... Zbesi që kena një nejsen edhe kena me një krejt vitin, diçka t'il, mos t'harrojmë që Lumi B këto e ka një prej versave ma të mirë të vitit në hip-hop që e kena një deri qtasht. Absolutisht e nail fillim e fund, kërkush s'ka ma shumë panqa e metafora se Lumin versa, ma jep vibin e Jadakisit në Amerikë, gjithë jetu e prit ku po e gjun lafin dikon që bjen në vend si puzzle. Non-stop në telësisora, beqa garrjet cigolla, shpintane mojte dora, në qaf ari 2 obora. Në qaf ari, po obore që matët me ari, plus non-stop në tel, mu ka dasht pak me zbërdhuj qëto, non-stop në tel, thot si sora në tel që rren, po edhe në tel, unë e rritë në kohë në televan, për mu hit këtë different kështu. Para se me thonë venin e parë, siguroni me vizitu Alpcar Import në Facebook, në Instagram edhe në krejt platformat, ju që jeni të interesu me bli vetura elektrike, me byda jënë të e kall lojën, krejt i keni që aty. Numër 1, Ago featuring Lyrical Sun Tjera Gajle. Absolutisht konga jam e preferume këtë vit ka qenë Tjera Gajle, është e pamundur me ngu edhe mos me have fun me Tjera Gajle. Ago është definitivisht the shit, njerës që to nëse s'jeni bin deri qtashti, me që to po besoj e ka vullos, dojtë se i kom prej mahale, thot, unë kom Tjera Gajle, kjo më vetë si gazetare, unë kom Tjera Hale, ja shteti dola fare, vija si magistrale, jënë gzogi me cigare. Absolutisht fantastik, e një sam për Agon është reperi ma jo konvencional në skenë, është qa që i mirë të qenë jo konvencional, sa që e kitë pa mundur me unë mishëru me të për me njëherë kështo, du është mi jep ko me të rritë për brenda, ama në momentin që të kysh në val, e ki te për të shtirë me ngu në i sen tjetër. Hini ngojeni Tjera Gajle dhe analizoni lafet te për nonshalante në mix me top delivery edhe versin e lirikalit që është po ashtu top 5 që definitivisht. Kallëzom një që po menon në komente mas nej. Jo veç për këto, për top 5 që në krejt. Nuk pata parametrat caktum, thjesht jenë të mija të preferume. Kjo ma shumë nështë edhe jo me kuptu qëfar muzike ngoj gjdo dit, po foli për Shqip.